skandalit të vjedhjes së 50 milion eurove të takspaguesve shqiptar në tendrin e tunelit të Llogaras nga Ramaduro dhe Lubi Balluku, plas skandali tjetër i vjedhjes së miliona eurove të takspaguesve shqiptar dhe europian me kampusin e Kolegjit Europian në Tiranë dhe me bursat e studentëve të përcaktuara nga Lubi Mogherini dhe Ramaduro, kreu i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. E përbashkëta e këtyre dy skandaleve të përmasave ndërkombëtare është se në të dyja del protagonist kryesor Edi Rama, njëheras kryeministri më i korruptuar i Europës. Me një marrëveshje të fshehtë me qeverinë shqiptare që nuk është publikuar sepse është korruptive, është vendosur të ndërtohet me 17 milion euro të takspaguesve shqiptar kampusi i Kolegjit Bryzh, duke marrë pikërisht për këtë qëllim trullin e parashikuar për ndërtimin e kampusit të studentëve të Universitetit të Tiranës, për të cilin ekzistonte edhe projekti i kampusit. Po kështu, për të vazhduar vjedhjen e parave, Federica Mogherini dhe Ramaduro me vlerësimet e tyre kanë fryrë për interesa korruptive koston e jetesës për studentët e Kolegjit Europian në Tiranë dhe kanë caktuar si bursë shumën 27.000 euro kundrejt 29.000 euro që është kjo shumë për studentët që studojnë në Belgjik në Kolegjin e Bryzhit. Ndërkohë, që rroga mesatare në Shqipëri është 5 herë më e ulët se rroga mesatare në Mbretërinë e Belgjikës. Përveç këtyre, me një marrëveshje sekrete që në kundërshtim me ligjin nuk u bë publike, nuk u publikua, kur është ndryshuar duket edhe destinacioni i piramidës, e cila me një shumë prej 16 milion euro u rikonstruktuar për të funksionuar si qendre teknologjisë së lartë për të rinjt shqiptar, por sipas njoftimeve të mediave del se ja është dhënë Kolegjit Europian në Tiranë në përdorim apo në pronësi, këtë askush nuk e din. Megjithatë, fal ndërhyrjes së fuqishme të prokurorisë publike europiane dhe Olaf, qendrimi ligjor ndaj Lubi Ballukut dhe Lubi Mogherinit është i ndryshëm, nuk është i njëjtë. Në Bruksel, Prokuria Publike e Bashkimit Evropiane dhe Prokuria Belge arrestuan